E rënë në Itali, 19 vjeçari shqiptar humbi jetën pasi përplaset nga treni. Tragjedia ndodhi para syve të miqve. Një 19 vjeçar italo-shqiptar ka humbur jetën pasi është goditur nga treni në stacionin Casate në periferi të Milano. Sipas mediave vendase, i riu po përpiqej të kalonte shinat për të bashkuar me miqtë e tij që ishin në anën e kundërt të platformës së trenit. Ai ndoshta nuk e pa trenin që po vinte, ose ndoshta e pa nga larg dhe mendoi se mund t'ia dilte, por nuk ishte kështu. Gjithçka ndodhi në pak sekonda. Ai godit dhe u vra nga një tren i Malpensa Express që ishte nisur nga Milano. 19 vjeçari humbi jetën në vendin e ngjarjes. Zjarfikësit u përballën me një skenë të tmerrshme. Ata e nxorën trupin tërësisht të shqyer nga ingranazhet. Shoferi i trenit dhe miqtë e tij që po e prisnin në anën tjetër të stacionit u tronditën. Policia hekurudhore e Milanos gjithashtu mbërriti në vend ngjarje dhe filloi hetimet e saj. Hetuesit po shqyrtojnë dëshminë e miqve dhe imazhet nga kamerat e sigurisë së stacionit.